Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se thirrjet për luftë të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić janë jehon e rrezikshme. Në një postim në platformën X nga presidenca e Kosovës është theksuar se Vučići po tregon se nuk ka zgjedhur rrugën e pajtimit. Pavarësisht viteve të angazhimit të palodhur amerikan dhe evropian për t'ia hapur rrugën paqes afatgjatë, Vučići është duke i treguar botës se nuk e ka zgjedhur rrugën e pajtimit. Në vend të ndryshimit të faqes, Vučići dhe regjimi i tij janë duke flirtuar edhe një herë me fantazitë e njëjta destruktive që kanë shkatruar shumë jetë të pafajshme. E kemi parë këtë të zhvillohet edhe më parë. Një ditë më parë Vučići ka thënë se të gjithë po përgatiten për luftë dhe se Kosova po përpiqet ta përdorë këtë kohë para luftës për t'i bindur shumicën e shteteve evropiane dhe vendet e NATO-s t'i mbajnë anën. Deklarimin e bëri pasi u pyet nga një gazetar për thirrjen e presidentes Osmani që Evropa t'i parandaloj taktikat agresive dhe destabilizuese të Serbisë ndaj fqinjve të saj. E dim tashmë se do të ketë luftë dhe do të ketë, po ju a them unë sepse e shoh çfarë po ndodh dhe si po përgatiten të gjithë. Askush nuk po përgatitet për bisedimet, ata thjesht po shikojnë se kush do të jetë në anën e kujt. Ata po gërmojnë llogoret e tyre dhe po e presin fillimin. E një ditë më pas, presidenti Osmani ka ngritur një paralele mes Vučićit dhe përgjegjësit për luftrat në rajon Slobodan Milošević. Ka theksuar se edhe presidenti tashëm i Serbisë nxit lufte gjakderdhje për ta ruajtur pushtetin. Historia është e qartë dhe e pamëshirshme. Miloševići dështoi dhe kështu do të ndodhë edhe me Vučićin. Lufta nuk është mjet leadershipi, është streha e fundit e udhëheqësve që kanë humbur legitimitetin, që nuk mund të frymëzojnë më vizion dhe që nuk shohin rrugë përpara përveç se përmes shkatrimit. Nga ana tjetër, Kosova ka zgjedhur paqen, të cilën ne do ta mbrojmë me çdo kusht. Një ditë më parë, presidenti Osmani ka bërë thirrje për vendosmëri ndërkombëtare ndaj shteteve si Serbia që synojnë ta destabilizojnë Kosovën dhe rajonin. Edhe në Danimarka ajo theksoi se përkthjelja nuk duhet të jetë përgjigje ndaj diktatorëve, autokratëve dhe atyre që kryejnë agresion ndaj fqinjve.